Nga njësia e zjarfikësve në Tetov apelojnë që qytetarët pak para fillimit të sezonit të ngrojes të fillojnë me pastrimin e ogjaqeve, që është edhe obligim ligjor. Jemi në prag të sinës së dimnit dhe qytetarët tanë veç më kanë filluar të përdorin mjetet për ngroje, posaçërisht do kisha përmendur këtu ku gjithmonë dhe nga përvoja në shfaqen zjarre në për objekte me përdorimin e drunjeve dhe nga mos pastrimi i ogjaqeve të objekteve të banimit dhe objekteve afariste, kështu që do kisha apelu deri tek qytetarët tanë, derisa po na mban një mot i kthjellët dhe i mirë, që të shfrytëzojnë këtë mot të mirë që qytetarët tanë të pastrojnë ogjaqet dhe njëkohësisht të kontrollojnë edhe rrjetin elektrik që është në për objekte të banimit dhe në objektet afariste. Sipas tyre, ajo që është më brengosese është pjesa më e madhe e zjarreve në periudhën që vjen nga mos pastrimi në kohë i ogjaqeve. Të marrin masat që sa më shpejt të pastrojnë ogjaqet në për ndërtesat kolektive, pasi që gjithmonë hasim shumë në probleme me këta objekte. Dije që objektet janë të larta mbi 10 kate dhe qytetarët tanë përdorin drunj, mirë po ogjaqet duhet pastruar. Gjithsesi, ajo është edhe me ligj, janë të obliguar qytetarët me ligj që ogjaqet më së paku 2 herë në vit të pastrohen. Të kalojmë një dimën pa paraqitje të zjarreve, me që zjarret dihet lënë pasoja tek qytetarët tanë. Ditë më parë dhe policia e Tetovës doli me apel për pastrimin e ogjaqeve në këtë periudhë.